regjimi gjenocidal i Serbisë vrau mizorisht. Po nona vetë nuk e ka pranu kurse edhe ajo ka thonë, derisa unë jom gjallë, unë nuk do të pranoj. Tash ajo para 6 muaj ka ndru jetë, unë e vendosa si vlla me marrë. Ku është gjetë vlau? Vlau u gjetë në Shirok, si mas dokumenteve që i kam, është gjetë në Shirok Cuarekës. Në cilin vetë? Para 8 vite. Nuk e di vitin e sakt, ama para 8 vite, para mendone kjo ka ndodhë krejt masakra këtu në fshat, masi i kanë kallë, i kanë marrë dhe i kanë shkep në qak në Shirok, para mendoj që kurse kemi bo men. Me 26 mars 1999, këtu ndodhi një nga aktet më të errta të mizorisë njerëzore, një krim që tronditi ndërgjegjen e botës. Brenda vetëm 2 ditësh, në mesin e tyre kishte edhe fëmijë 12 vjeçar, por edhe pleq 90 vjeçar. Por kjo histori nuk mbyllet me kaq. Ajo mbetet e hapur, me fatin e pasbardhur të 60 banorëve të këtij fshati, të cilët u zhdukën me dhunë, e për të cilët ende nuk ka përgjigje e as drejtësi. Mungesa e tyre nuk është vetëm dhimbje për familjet, por është një boshllëk i rënd për të gjithë ne, për gjithë shtetin dhe shoqërinë tonë. Duhet thënë që mizoria nuk përfundoi me masakrimin. Qindra shtëpi u rafshuan bashkë me objektet besimit drejt trashëgimisë kulturore, në një përpjekje për të zhdukur çdo gjurmë të jetës dhe identitetit. Tentativa për t'i zhdukur gjurmët, për t'i djegur trupat, për t'i fshirë provat, ishte përpjekje për të zhdukur edhe kujtesën. Ky krim ishte pjesë e operacionit të strukturuar shtetëror serb, i njohur brenda si Ministria e Punëve të Brendshme serbe, me formulën cinike, pa trupa s'ka krim. Pra, kjo ishte edhe doktrina e veprimit të shtetit serb, që synonte jo vetëm zhdukjen e njerëzve, por edhe të provave edhe të kujtesës. Por kujtesa jonë nuk do të zhduket. Ajo jeton në rrëfimet e grave të Krushës, në rrëfimet e grave të forta të Krushës, grave të Kosovës, në pritjen e gjatë për ditur fatin e të dashurve, në plagën e hapur që pret drejtësi. Do t'i kujtojmë dhe do t'i bartim në kujtesën tonë emrat e tyre, që t'i njohin edhe brezat që vinë, ashtu siç i njohim ne. Dhe pikrisht sepse i njohim, kemi përgjegjësinë që ta mbrojmë të vërtetën nga harresa dhe shtrembrimi. Rasti i familjes Nureddin Shehut e tregon fakt qartë për masën e kësaj tragjedie. Ajvaz Nureddin Shehu ishte vetëm 15 vjeç, një fëmijë që pa me sytë e tij të merren asaj dite. 27 vjet më vonë eshtrat e tij prehen këtu tek ne në tokën e Kosovës, por historia e kësaj familje, historia e këtij fëmiu është edhe më e rëndë se kaq. Baba i tij Nureddini u vra bashkë me 3 djemtë e tij, Seferin, Fadilin dhe Xhaferin. Edhe Seferi i kishte 2 djemë të vrarë. Edhe Fadili i kishte 2 djemë të vrarë. Pra në një familje të vetme 9 të vrarë. Ky nuk është krim. Ky veç krim nuk është. Kjo është shfarosje. Tendencë për shfarosje ndaj një populli vetëm pse ishte shqiptar.